po vretës që administratat atimore vitin 2003. Edhe një shkallë mobilizuese që vret të këto dyja. Një kaptin e veçantë që të vëshën shtetit ta mbledh nga konsumatorët. Andaj, duhet me kthy që do të ishte një arritje shumë e madhe në përpjerim. Ne besojmë fuqishëm që ekonomia si jo formale jo që është e dëmshme vetëm për buxhetin, sepse bëhet evazion fiskal, por në mënyrë të drejtë dëmton edhe qytetarët edhe bizneset, pra edhe konkurrencën. Nga këndvështrimi buxhetor dihet që ne kemi mundësi edhe me tutje që me mekanizmat institucional të marrim hapa, por nuk është kjo rruga e vetme, do thotë vetëm duke marrë masa administrative, por është masa edukimi dhe strategjia, do thotë ka një nga objektivat e saj rritjen e besueshmërisë, respektivisht vetëdijësimin e qytetarëve dhe bashkëpunimin e qytetarëve në këtë drejtim. Dhe nëse e kemi, do thotë, të atakuar prodhimin vendor përmes një informalitetit të tillë, atëherë është e pamundur të kemi krijim të vendeve të reja të punës, dhe në këtë drejtim, nëse nuk do të kemi krijim vendeve të reja të punës, do të ndikohet drejt për drejt në rritjen e varfërisë dhe kuptohet do të goditet drejt për drejt buxheti i konsoliduar i Kosovës dhe mbi të gjitha do të dëmtohet imazhi i Kosovës për të bërë biznes. Në aspektin ekstern, definitivisht një problem i tillë do të jetë një shtytje ose një deinkurajim investorëve të huaj për të investuar në Kosovë. E dyta do të jetë një demotivim i diasporës së Kosovës, e cila është një potencial dhe ndoshta mu fal një dukurie të tillë negative, do të jetë demotivuar, të jetë e pranishme në tregun e Kosovës. Norma e informalitetit në Kosovë neve na ka dalë të jetë 34.4%, domethënë 34.4% të shitjeve nuk raportohen asnjëherë për arsye tatimore. Kjo normalisht nuk mund të mirët si non fikse, duke marrë parasysh që siç është rasti me të gjitha aktivitetet ilegale, nuk ka një metodologji perfekte për ta marrë. Një gjetje interesante e studimit tonë ka qenë që bizneset e maja ka më pak informalitet se te bizneset e vogla. Arsyeja është për shkak që bizneset e maja janë më të ndihshme ndaj riskut reputacional dhe janë më të konsolidume, ndërsa bizneset e vogla kanë më shumë një atitudë tillë se nuk kanë çka me humbë dhe rrezikojnë më shumë sa i përket informalitetit. Kemi është një vlerësim edhe i hulumtive tjera që nuk ka matje precize të nivelit të informalitetit dhe ka të dhëna që do të prej shkallës minimale për 27%, që shkon në 35%, po ka edhe dhëna tjera që shkon në 20% e tutje. Kështu që shifra e cila ma shpesh është sillet në qarkullim është ajo e 20%, ndosë zyrtarisht ka të dhëna që të plasën për 36.7%. Çështja e informalitetit nuk është problem vetëm i një shteti, po është problem i të rajonit.